Horoskopi ditor e hënë 13 korik 2026. Dashi, jeta në çift nuk do t'jetë ajo që do t'ju shqetësoj sot. Ajo do të jetë e ngrohtë dhe bashkëpunimi do të ekzistojë në çdo moment. Do të përjetoni mjaft kënaqësi. Edhe beqarët i pret një ditë e bukur. Yjet do të krijojnë mundësinë të takoni personin që prisni prej kohësh. Financat edhe për ju do të jenë të mira, kështu që mos u mbisni as një minutë për të bërë ndonjë transakcion. Demi. Yjet do të krijojnë ambient të përshtatshëm për të përjetuar emocione të mëdha në dashuri. Do të jeni pasionant dhe të ngrohtë. Shfrytëzojeni deri në minutën e fundit ditën. Për beqarët mund të lindë një ndjenjë e bukur dhe e thellë. Pyesni arsyen, nëse edhe ajo është dakord me zemrën tuaj. Në planin financiar gjëra do të shkojnë shumë mirë, edhe pse do të bëni pak më shumë shpenzime. Binjakët. Dashuria, ajo do t'ju shtyjë të ndërmerrni rreziqe dhe të bëni ndonjë çmenduri. Gjithsesi pritet që jeta sentimentale të jetë animuar dhe pasionante. Për beqarët ka shumë mundësi të lindë një histori shumë e këndshme, edhe pse në fillim do të duket si kalimtare. Parat do të jenë të favorizuara. Nëse keni kaluar një periudhë të vështirë, tashmë do të ndiheni më të qetë dhe do të vendosni ekuilibrin. Gaforia. Yjet do t'ju bëjnë më të parezistueshëm dhe më joshës se kur. Tundimet do të jenë të mëdha, por nëse jeni në çift, duhet të tregoheni të kujdesshëm. Një pjesë e beqarëve ka mundësi të marrin një status tjetër. Nga ana tjetër, disa do ta kenë të vështirë të vendosin me kë do të duan të krijojnë një lidhje. Në planin financiar do të jeni pesimist dhe nuk do të arsyetoni ashtu si duhet. Do të bëni edhe disa gabime. Luani. Jeta në çift do të marrë drejtimin e duhur sot dhe problemet që keni patur kohët e fundit do të mund t'i rregulloni. Disa duhet të bëjnë kujdes me kapriçot e tepruara të cilat mund të sjellin keqkuptime. Fal disa miqve, beqarët do të mund të takojnë shpirtin e tyre binjak. Përfitoni. Nëse keni patur pengesa në planin financiar, yjet do t'ju ndihmojnë t'ia dilni me sukses. Virgjëresha. Nëse jeni në një lidhje askush dhe asgjë nuk do të mund të destabilizojë jetën tuaj sentimentale. Do të flisni për gjithçka me partnerin dhe do të shprehni çdo mendim që keni mbi diçka. Për beqarët, dita do të jetë shumë e thjeshtë. Është më mirë të mos pranoni takime sepse do të zhgënjeheshit tej mase. Yjet do t'ju nxisin të shpenzoni mjaft. Megjithatë, fatmirësisht financat do të jenë të ekuilibruara. Peshorja. Jeta juaj në çift nuk do të jetë shumë e qetë sot. Do të kaloni orë të tëra duke debatuar dhe do të vini në dyshim lidhjen që keni krijuar. Mundohuni ta ruani sa më shumë qetësinë. Beqarët nuk do të kenë shumë mundësi të takojnë personin ideal. Megjithatë, fal miqve do të kalojnë një ditë të mbar. Planetët do t'ju ndihmojnë në planin financiar dhe ju do të mund të kryeni transaksionet që keni dëshiruar. Akrepi. Fal bekimit të yjeve, jeta juaj në çift do të jetë harmonike. Mundohuni të dy së bashku të zgjeroni edhe pak më shumë rrethin shoqëror dhe do të ndiheni më të kënaqur. Beqarët duhet të përgatiten për ndryshime drastike në jetën sentimentale. Do të keni një takim vendimtar. Tregoni të matur në planin financiar nëse nuk doni të përballeni me surpriza të këqija. Ulni dhe pak shpenzimet. Shigjetari. Jeta juaj në çift do të jetë në ekuilibër sot. Do të jeni të sjellshëm dhe më të përkujdesshëm ndaj personit që keni në krah. Do të çmoni shumë lidhjen që keni krijuar dhe do e shprehni këtë. Yjet do të influencojnë në jetën e beqarëve. Ka shumë mundësi që të takoni dikë me të cilin shumë shpejt mund të krijoni familje. Financat nuk do të jenë ashtu si duhet. Flisni sa më parë me ndonjë specialist që t'ju këshillojë. Bricjapi. Kujdes nga influenca negative e planetëve sot, për ju që jeni në çift. Shmangni me çdo kusht diskutimet mbi tema delikate sepse jo vetëm që do të keni shumë grindje, por edhe mund të ndaheni. Beqarët do të ndeshen me dikë që nuk do t'i lërë indiferent. Jepini ose kërkojini një mundësi për ta njohur më mirë.
Nëse doni që financat të qëndrojnë të mira siç janë, duhet të tregojeni strikt në menaxhimin e tyre. Ujori. Planetët nuk do të ndikojnë as pak sot në lidhjen tuaj dhe ajo nuk do të ketë asgjë të veçantë. Do të jetë një ditë normale dhe pa emocione të mëdha. Beqarët do të jenë sharmantë dhe joshës. Mundësitë për të njohur personin ideal do të jenë të shumta, kështu që përfitoni sa të mundni. Në planin financiar do të keni fat. Do të shlyeni borxhet dhe do të bëni ndonjë investim me interes. Bravo për vendosmërinë. Peshqit. Dielli do i bëj më magnetik ata që janë në çift. Do të jeni karizmatik dhe plot sharm. Do e keni të vështirë të qëndroni besnik ndaj partnerit, prandaj duhet të bëni kujdes. Për beqarët do të fillojë që sot një periudhë e mbushur me fat. Yjet do t'ju ndihmojnë të bëni zgjedhjet e duhura në dashuri. Financat do të jenë të mira dhe do të mendoni edhe për ndonjë investim të cilin e kishit menduar prej kohësh.